Miloševićit që nuk u dorëzua, dhe konferenca Rambujës i dha përparësi edhe veprimet e Miloševićit ka dhënë përparësi zgjedhjeve politike në Kosovë dhe shpalljes pavarësisë. Që i bjen që spaku prej të 90-ave, po flas para verës 98-ës, një komunikim me instanca amerikane ka ekzistu? Jo. Komunikimi i parë me IUÇK-s zyrtar ka fillu në fillim të shkurtit 98. Shkurt 98. Po. Ata mund të kenë ditë mjaft gjona. E kom qartë, po takim ose komunikim zyrtar në fillim të shkurtit 98. Edhe aty e tutje ka nevoj që në 50 vjetorin e vetë NATO të mblidhet edhe të hyjnë në një mision për me bombardu Republikën Federative të Jugoslavisë, që nënkupton që është dashur të bindën shtetet e Bashkimit Evropian, edhe shtetet tjera, edhe të krijohet një klim diplomatike botërore, diçka që sot është e pamundshme. të arrijet një asi uniteti në raport me Ukrajinë, në raport me cilën dush tim. Kemi pas ma shumë fat, ka qenë dynjaja ndryshe, a ka në shpjegim apo s'krahasohen situatat? Kemi pas fat, një anë kisha me thënë, por edhe kemi pas fat sepse do t'a quja grupi politik që ka vendos për në shkunë Rambuje, i ka vendos konturat e veprimit politik, ka qenë i unifikum. Dhe në rrethonat në cilat kemi pas probleme mjaft, edhe në teren, edhe në diasporë. Po nga në një anë kundërshtarët politik, në anën tjetër edhe mrena për mrena mos pajtimet që kanë qenë në atë kohë, por mendoj që roli Hashimit, i Azemit, i Kadreut dhe i antarëve shtabit përgjithshëm ka qenë shumë i madh. Edhe kur fillojnë bombardimet, gjithësisht prej masakrës Reçakut e Tutje, në fakt, fillon me të madhe edhe të zbrazët veni, kur po thoni keni prit që lufta zgjatë ma shumë, e ndërkohë ma shumë se gjysma e popullatës e kish braktis Kosovën, ka qenë pjesën e planit madh, ka qenë një katastrofë prej cilës jeni frigu që s'kthehet mo në normale kanë mu shëndru krejt në refugjat, qysh është shikuqe e situatë? Shiko, tani ne kemi pas një dilemë, ose një mesazh konkret nga zonja Albright në Rambuje. Në qoftë se ju nënshkruni marrëveshjen dhe Serbia nuk e nënshkruan, ne do ta bombardojmë Serbinë. Në qoftë se ju nënshkruni marrëveshjen, ne do t'ju ndihmojmë dy palëve ta zbatoni. Edhe ata nënshkruajnë, ta zbatoni marrëveshjen. Në qoftë se ju nuk e nënshkruani marrëveshjen, ne do t'ju lojmë vetë.